E sapet e i bëri drejt vetëm për sa i përket aratisë, se armiqve. Sa për të tjerët, doli krejt gabëtuar, dhe më të vërtet. Barbari me të njoftuar nga roja për ardhjen në kundërshtarëve. Dha shenjën dhe mblodhi rreth e qark vetes gjithë të vetët, përveç disave që ishin shpërndar tepër larg dhe ishin bërë plaçke tande. Pastaj, përpara të pothuajse të shkonte kundër ndonjë shenjë armiku, filloi të ikte nga një anë tjetër, jo andi nga e dinte që më parë se ishte duke ardhur Skënderbeu. Prandaj nuk ndodhi asgjë që do të meritonte të përmendej. Dhe më të vërtet, tanët nuk e lejuan nga kapedani që ta ndiqnin armikun më tutje për arsye se ndjekja e gjatë do ta lodhte keq këmbësërinë. Kur salli përhershëm i krujës, i vinte fretri Moris së Kastriotit, cili dëshironte më tepër që ta ruante ushtrinë për nevojat e përditshme të qytetit. Kështu andej barbari vrapoi tek otomani i gëzuar, sepse kishte vënë kundërshtarin në lojë për gjithë ditën me një dëm fare të vogël. Këndeje Prioti mori rrugën për në kamp, i mërzitur keq për humbjen e asaj dite, dhe i trembur jashtë masës për krujën, e që se kishte zakon që të qëndronte larg saj. Me gjithë këtë të thonë se në udhëtime sipër, dual shumë njerëz përpara, të cilët e njoftuan për të gjithë punën, lidhur me grurtarët e Tiranës. Prandaj, pasi u vej shpejt me rroba e një ushtri të thjeshtë, siç e kishte zakon në çdo punë që duhej bërë, me sy të katër, pasi mori me vete jo më shumë se 100 ushtarë. Me veshje të njëjta, shkoi duke ndjekur gjurmët e njerëzve dhe zuri pusi pranë një rruge, nga ku e dinte se kishin për të kthyer mbretëror. Njëkohësisht, ai dërgoi në Lissos 2 zbulonjës nga të vetët, ura të rrahur të cilët u merrnin gjurmët si të thuash trupave armike e grurtarëve mbretëror, dhe t'i ruanin me sy të katër se mos ndërtonin rrugë dhe mos ktheheshin andi nga kishin ardhur, me qëllim që të lajmëronin në këtë rast sa më parë Skënderben. Ata u kthyen nga ajo rrugë, për të cilën kishin ardhur, dhe kështu ranë vetë tek Skënderbeu, i cili sa i zurit sa i vrau. Ruri i gjithë bashkë me kafshat bardhëse, dhe me kuajt u çua në kamp të krishterëve, dhe u nda në mes të ushtarëve. Mojsiu solli përsëri forcat që i kishin lënë në kampin pranë Ishpit. Kurati për përpiqjen më të madhe që të hapte llagëm dhe spushonte së mërzitur ata të qytetit me betejë të vogla, me qëllim që duke i mbajtur kushtu të zënë me mbrojtjen e mureve, ta vërenin më pak pusinë e re. Ndërkaq, 2 lajme të ndryshme erdhën fluturimti në kamp. Njëri që tregonte për vrasjen e grurtarëve dhe për kërdin që u bë, tjetri nga Alikria, që njoftonte për ardhjen e ushqimeve nga Maqedonia. Sa i dërim solli i pari, aq ngushëllim solli i dytë. Prandaj, pasi u vlerësuan njëri dhe tjetri, njerëzve nuk u ndroi shumë çerrja për kundrazi. Nuk ulën më njan kujdesi për gjithë punët e tjera. Shtaru i halli për ushqimet e reja që duheshin mbrojtur. Caktua kështu për këtë detyrë. Me pëlqimin e mbretit, më shumë se 20.000 njerëz nga Afrika së Mos, po të shkonin pag, bëheshin plaçke tanëve, siç u marr vesh, se kishin ngjarë me grurtarët e tjerë. Por gjatë kësaj kohe, edhe Skënderbeu ishte i zënë me transportimin e grurit të kapur, për tek të vetët. Me të vërtetë ai, Afrika e armiqve, ja kishte marrë një rrugë të gjatë dhe për shtigje të ndryshme, duke i hequr kafshën bardhëse me zor të madh, përmes vendesh shumë të ashpra. Dhe kështu, ai harxhoi shumë dhe jo pak kohë për të kthyer. Por edhe sikur të ishte i lirë tani nga kjo barkë, dhe ti kish forcat e veta gati, prapse prapi, u besoi lehtë se ai, nga dëshira për të ndjekur armikun, do t'ia hynte një rreziku aq të madh kundër një mërzie aq të madhe. Mojsiu me gjithë këtë, i cili s'dinte se ç'bënte Kastrioti, u mor vesh nga zbulonjës si lëvizjen e mbretërorëve. I trembur se mos ajo fuqi e armiqve vraponte kundër tij për ta shtypur, dërgoi 4 kalorës të papërtuar për ta kërkuar me të katërta dhe për ta njoftuar për të gjithë me radhë. Por atyre su azuri syri Gjokundi, vetëm se në kamp, të ngarkuar me plaçkën e të vrarëve dhe me grurin që kishin sjellë. Mbretërorët gjithashtu u kthyen tek të vetët, shumë shpejt bashkë me grurtarët dhe me gjithë llojet e ushqimeve, pa gjetur Gjokundi ndonjë pengesë. Kështu me këto masa që u morën për ushqimin, u erdhi në vend burrave shpirti dhe guximi. Llagëmi spushonte as ditë as natë.
por puna fort e mundishme i bënte shumë të mbaronin në mdhe, sado që numri i mjeshtrave ishte i ndarë për orë dhe rregulli ishte i njëjtë për gjithë kompanitë. Megjithatë, jersa e madhe dhe këmbgulja e njerëzve ja dilte mban gjithçka. Për të gabuarat aty qytetit bëheshin çdo ditë rrezmure dhe sulme të zakonshme, dhe megjithëse me këtë mënyrë vritej çdo herë ndonjë. Kjo nuk llogaritej si humbje në një shumicë aq të madhe. Barbarat gjatë atyre ditëve u vunë një fije buze në gas për gjithë punët e veta, sepse përveç grurit që sapo kishin në sjell, por rendin çdo ditë në kamp nga qytetat më të afërta të Venedikasve, një mërzit tregtarësh dhe dritë, verë, vaj e gjithë llojet e ushqimeve. Nuk mungonin gjithashtu edhe nga ata që sillnin mallra të tjerë dhe që vraponin nga çdo anë e dheut në kampin mbretëror, si në mjaltë të mizave, siç thon popullorçi, sepse e dinin që njerëzit në ato gjendje kishin mungesë për çdo gjë dhe se vetëm paret i kishin me shumicë. Skënderbeu dinte fare mirë këto gjëra, por i duronte të gjitha me zemër fort të qetë. Dash për të mos fyer qytetarët në zotrimin e miqve, dash për të mos dëmtuar interesat privatisht. Ai kishte porositur madje në heshtje njerëzit e vet të shtriheshin, se kishin për gjë dhe të mos preknin kënd as me fjalë, as me gojë. Për arsye sidomos, sepse dinte mirë që po ta ndalonte furnizimin që këndi. Nuk do t'i mundonte armikut ushqimin nga anët të tjera, por shkak se fqinjësitë e Maqedoninë me Thrakinë dhe Misin. Prandaj, diçka tjetër tani po bluante ai në mend, se si t'ia vinte barbarit drurin nga Epiri me armë dhe hekur, jo me uri. Për këtë gjë, ai arriti në përfundimin se detyra e parë dhe më kryesorja për të ishte nevoja e shtimit të forcave. Domos, po nga 8.000 ushtarë që kishte të shkruar në fillim të luftës, 1.000 pa pak i ishin zhdukur nga hekurit dhe nga fatkeqësitë dhe vuajtjet e ndryshme. Ose shumë prej tyre i kishin lëshuar vetë për në shtëpi, pasi i kishin provuar mjaft rreziqet dhe të zezat. Kështu ju ngarkoi detyrën në fjalë të Anushit dhe Mojsiut, të cilët pasi e shëtitën te për te gjithë vendin, mezi bën 2.000 frymë, 500 kalorë të tjerë të mësorë. Dhe do t'ishte as pak e lehtë të gjeje atëherë në Epir njeri që të ishte i aftë për të mbrojtur anë, dhe të mos ishte i zënë në ndonjë detyrë të luftës dhe i dhënë pas punëve të vetë. Asteroidi e kishte siguruar kështu mbrojtjen e gjithë vendit, me kujdesin më të madh. Duke vënë kudo roje, ai s'la asnjë çip të mbretërisë në rrezik për t'u dëmtuar apo për t'u dëmtuar.